menduar që t'ju pyes kur zhvillojmë bisedën. Ju keni deklaruar për sa i përket firmave piramidale që edhe rolin këtu të Gani Kadris, pra burrit të Shemsie Kadris, i cili sipas ju keni thënë që ka qenë në mos gaboj zëvendës atashe tregtar në Rijeka të ish Jugosllavisë. Po, tani është një dorë këtu për ta lidhur me atë që ka thënë që një kuesteni shkatrimin. Kur veja unë vitet 77 të Kuks, se ndikim shumë mendje. Kur vjen në Kuks unë për problemet e Kosovës, që mbani Kosovën në pëllëm në situatë, do t'jap libra shikosh, i kam lyer gjitha unë. I ka libra këtë gjitha. Kto pyet i bëlloj këtë gjitha libra. Gani Kadri ka marrë te turizmi. Dhe unë fren turizm. Dhe ky është komare, po fati ishte bashkëpunëtor i sigurimit. Edhe në marrë Gani Kadri nga kamare dhe nga bjen shkollën 2 vjeçar të shkollës agjenturës, poshtë dajtë, mikro studio, teologjia ka qenë shkollë, katedra e zbulimit. Pra vaje janë si e bësh, por sigurimi ishin në Sauk, dhe katedra e zbulimit ishin në atë grykën, kalon një mikrostudio. Kupton atë ka shkollën e zbulimit, 2 vjet. Edhe në shkollën serbisht, djali Bako, vede i nuset bukur, na martohet dhe na emrojnë zëvendës atashe tregtar në Rijeka të Jugosllavisë, të Kroacia. Mo jetë e thoshte, si qa përdojnë. Dhe ne na vjen informacion që 2 kryqëzorë dhe 1 nëndese do niseshin nga Sevastopoli dhe do vinin në Jugosllavi. Dhe ministri Borku dërgoi shkresën ministri transportit Bavametros. Zoti filan dhe filan do të nisën urgjentisht për Jugosllavisë, gjeni një anije tregtare sa më të shpejt, që do shkojmë materiale. Punë atyre. Do hipëm ne, vajtëm atje, mas 2 ditësh unë hyrë në Rijeka të Jugosllavisë, 2 kryqëzorë me dhije dhe nëndesja. Bala punën time, transmetoha me shifër, të nesme dola unë hëndra drek me Ganiun, me zonjën, që e pru nga Turqia unë, se që që kemë punë, para them libër unë, nga Rijeka në Izmir, e them të libër ju. Edhe, për mua të ndojnë problemat shumë, ndesh, për unë dhe ka të resbiu, a imi janë të ndesh më, që është gati dhe më duke u arrestuar. është një skenari e shtira. Dhe mirë. A keni treguar që ishit në Fiat Perë në atë rast që ishit e një natë jashtë Tirane, po? Roftë shqiptari e në Hoxhës. Po, ja harrova emrin. Ka i ken libër, dhe po. E kupton po jo? Edhe Gani Kadri tani erdhi me vëgjëshi që shkap i Hoxhës zbulimin, zotëria u furnizua nga Beogradi dhe hapi komplet magazinë të gjitha nda, elektroshtëpiake komplet të Jugoslave. Komplet. Durrës, Tiranë, Vlorë. Dhe pasaj nga këte, na vendosë Vlorë, ku që zëma e Shqipërisë, dhe në hapi vefën. Kupton djalo jo? Pra dora ka qenë në Serbisë, ju bëjnë trazirat. Valle, Tiranë. Hapi atë, i vuri zjarën në një tarafis bëzojnë, edhe vete një Izmir, që ca një dhe saja, ndryshon emrin me pashaport turke. Dhe unë, sa bërte në zyrë në kara, telefoni, jam drejtori përgjithshëm i policisë të Izmirit. Në mund të 10 milion banor. Shtetë me vete që urdhoni, thëmë. Zoti filan, po, bisedohën me drejtori qendror në Ankara dhe nga telefonin tuaj të komunikoj diçka urdhëro. Kemi një zonjë këtu, që kemi sjell para burgim, ne dim që Shqilana është stranon. Që do bëjmë? Sa të dërën të stranoj. Tani me 2 zjarra vetë. Si më ndodhe me gazetet e so kam qenë njëri u lusa vetë. Dhe kërë gazetet Turqie, dhe mos e nga shmandodhë më gjarëti. Po dhu 2 shtetë barbarbadë. Edhe, sepse aty shteti botës nuk lejon që drejtori shërbimit informative, shefi shtatë përgjithshëm dhe disa funksionet e fatë largohen nga dheu për 5 vjetë. Ka ligjë bota. Të ne është kaos. Rëmuji. Këzit e... S'po të them si u organizua avioni që është tek,
Edhe, ajo të përmpa muaj, po që kemi moj zonjë, me emrun, ngeli. Dhe, u detyrua firmosi që ishe Shemsie Kadria. Po mirë mor djallë që atë me informova në Gjerbejtanin, burri shkërqyër, po as mish as peshk, të në mos e nga, nësa Pascal Milua, ministri më i keq ka patur Shqipëria, po theksoj, ministri që shkatëroi unitetin e diplomacisë ushtarake me diplomacisë civile është Pascal Milua, e traktoi libër tani me fakte, nuk dërgon dakord me shkresë urgjent Ministrisë Jashtme për sjelljen në Shqipëri të zonjës në fjalë. Dhe krijua konflikte me disa bashkëshortë ushtarak dhe ambasadorën në Ankara, dhe janë problemet të cilat ne kemi kaluar shurtësi se pse tradhtia ka pushtuar shtetin e politikës shqiptare. Ka vite, në gjithë vite më vonë. Kështu që të gjitha ato që kryuan në Shqipëri, nuk kryuan asë shiko kush janë, kapterër, kupucarër, dhe më the thash, me gjithë shtetet huaja, punojnë sot të rekrutojnë, të ushqejnë dhe të përdojnë kur të duan, thonë na merë tani. Dhe vuri zjarrin. Po, ju si shikoni shtrirjen e agenturave të huaja sot, besoj ju i kuptoni sheshit si funksionojnë, apo ata nuk nëse kanë shumë punë dhe shumë vështirësi për të vepruar? Tani, para se të arrestoi Miloševiqi në kullëmën e asaj bëj debatiment shumë. Dhe i thanë ku kanë vatë kaq milion dollar. Edhe Greqi. Dhe ai tha, po më kështë shkuat të milionët atë ku duhet, tha nuk dhe për Shqipëria s'ku po që dojë s'ku shka për Shqipëria. Unë tha me një skuadrë gjatasha vetëm durës brenda natës. Ndërsa atje në Itali, në Greqi, që ka thënë edhe herë tjetër në para, po tërhoqja pasaj nga televizori kur smura nga Covid-i, bëj debat me ministrit jashtëm dhe ministrin mbrojtjes. Pse bëj debati? Çfarë para? Dega agenturës zbulimit ushtarak i vepron në petun politik jashtë shtetit, në pikpamje diplomatik kalon nga ministri i jashtëm. Jo në? Dhe buxheti që ka për këtë ministri mbrojtjes ja kalon të menaxhojë ministri i jashtëm në vetë ambasadës, po? Dhe ministri i jashtëm akuzon Greqi ministri i mbrojtjes. Ku apo jo? Ministri kundër apo ku shkon parat? Ajo përgjigj. Po mund të shkoj parat atje tha. Ti e shikoj se ku ka përfunduar shteti këtu afër thonë. Ato parat e bën çop thonë. To dhe në pranaj unë këthem në Shqipëri, në sheshtë e Sërbej, kërcejnë valla agenturat e huaja, hanë e pinë, që do qefi. Zotin Nimaj, ju keni thënë që ne kemi pas plan për të hyrë në Kosovë, po shtetet tjera, kush ka pas plan për të hyrë këte nga ne? Mas luftës dytë botërore plan ndërhyrje në Shqipëri direkt ka patur Greqia, Jugoslavia. Bashkimi Sovjetik mas u prishë marrëdhëniet, dhe Amerika deri sa që baza ushtarake detare për Sherman në Vlorë. Kto kanë thënë. Ja dokumentuar të hapur ju. A jam me fakte, me arshivë. Kam dhe diçka të fundit se ju mora shumë kohë, po biseda. Jo. Unë të falenderoj shumë. Pyetjet janë pafund, po nuk do mundohem ta zgjas më shumë. Vazhdo t'i themi të vërtetën popullit tonë dashur. Mendoj që të listoj ca emra, edhe ju më thoni ndoshta kush është historitë më interesante të tyre, të personazheve. Hamid Matjani, Nesti Josifi, Mark Dodani, Ceno Bekryziu, Kunati Zokut në mos gaboj. Ilyas Bazna, Hekuran Pobrati, Kolqefalia, Asim Aliko, Palme Lyshi, por mbi gjitha këtu do veçoja në fund edhe një grua, Pashk Prela, nuk e di a gjen hapësirë tek libri juaj apo tek librat e tjerë. Një urrëtie e përgjithshme. Përmenda disa emra që qarkullojnë mes Këto emra janë emra konfliktesh të brendshme politike brenda Shqipërisë. Brenda Shqipërisë. Të mbështetur nuk janë në nivel strategjik në kuptimin e sigurisë kombëtare. Nuk janë si Sheme Beqiri apo pra ka një problem. Po. Këta janë të sigurimit mbrënta, jo të zbulimit. Pra, sigurimi brendshëm kundër zbulimi, detyrat kryesore që bëhen nga jashtë i vinin nga zbulimi jashtëm,
ministrit brendshëm të jashtëm të mbrojtjes, dhe ata çonin urdhrin degat të punën brendshme ose do vinë sigurisht të vepruar. Pa këtu dallimi. Ata këtu janë konflikte brendshme brenda Shqipërisë. Por do të kthejmë te diçka. Të mos ketë parë. Vjedhjet, pasurinë që morja me zogu kur largua në Shqipëria, nuk është më e madhe se vjedhjet që kanë bërë qeveritë shqiptare këto vite. Pra e morë pasuri, këta ardhodhen, dhe pasurive të tyre. Ka ndonjë grua që mund të çoni tek apo vetëm raste histori suksesi është jashtë të zbulimit të burrave? Edhe brenda Shqipërisë nuk është në nivel strategjik. Nuk kemi. Në nivel strategjik nuk kemi. Janë në nivel taktik operativ, të përkohshme. Shiko djalo, 2 direktora zbulimi kanë qenë kolona më e fuqishme në ato periudha. Jonus Mersini shkoi në vitin 52 sekretari i parë i ambasadës tonë në Romë. Nga Roma u dërguan që të vriste Ahmet Zogun. Dhe kthyen natën në urgjent, i tha mos vepro. Nga ande vati Paris.